Përshëndetje shenja e dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi temperanca, 4 monedat, mbretëresha e kupave dhe karroca. Temperanca tregon se shpirti juaj po kërkon ekuilibër. Ka pasur kohët e fundit ndoshta një tension të brendshëm, që nuk do të thotë me patjetër konflikt të jashtëm verbal, por më tepër përplasje brenda jush. Një pjesë e juaja duket se dëshiron të reagojë menjëherë, të thotë çfarë mendon dhe të vendos në sekond. Një pjesë tjetër po ju kërkon maturi dhe këtë javë fiton maturia. Temperanca është gjithashtu kartë major arkana e shenjës së Shijetarit dhe flet për balancën dhe shërimin, për ekuilibrin mbi të gjitha. 4 monedat tregon se ju po mbani diçka fort. Mund të jetë një ndjenjë që nuk po e shprehni, mund të jetë një frikë për të humbur kontrollin, mund të jetë një person që nuk dëshironi ta lëshoni, edhe nëse situata nuk ju jep siguri të plotë. Ka një lloj mbrojtjeje emocionale tek ju. Nuk jeni aq të hapur sa dukeni, por brenda kësaj mbrojtjeje zgjohet mbretëresha e kupave. Kjo është intuita juaj. Këtë javë ju do të ndjeni gjëra para se t'ju thuhen, para se të ndodhin. Do të kuptoni energji, do të kapni detaje në ton, në sjellje, në heshtje, dhe ajo që do të kuptoni mund të mos jetë shumë e rehatshme, por do të jetë e vërtetë. Karroca në fund tregon se kjo javë nuk mbyllet me dyshim, mbyllet me vendim. Pra, ju nuk do të rrini në pasiguri, do të zgjidhni një drejtim, edhe nëse është i vështirë, do të jetë i juaj. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbreti i shpatave, budallai, 3 kupat, 4 kupat dhe 10 shpatat rënë njëkohësisht. Në familje shfaqet një energji e fortë psikologjike. Ky është mbreti i shpatave, që tregon një figurë që mendon me logjik dhe flet në mënyrë shumë të prerë. Mund të jetë një mashkull në familjen tuaj, ose mund të jeni ju vetë të konvertuar në këtë lloj modaliteti. Pra, mbreti i shpatave është dikush që nuk flet me shumë ndjeshmëri. Ka mundësi për një bisedë shumë serioze, ndoshta për një çështje që mund të jetë shtyrë prej kohësh. Budallai tregon një fillim të ri ose një hap të papritur besimi nga dikush ose nga ju, sepse flitet për një vendim që merret shumë shpejt dhe pa shumë planifikim. Në fund të fundit budallai kështu vepron, pa i menduar gjatë gjërat. Dhe duke e marrë këtë iniciativë me kartën e budallait, fillimisht situata duket sikur vjen e lehtë dhe e qetë, madje mund të ketë edhe moment gëzimi apo afrimi me 3 kupat. Por më pas vjen një ndjesi boshllëku tek ju me 4 kupat. Pra, sikur diçka nuk ju mbush plotësisht. Dhe 10 shpatat tregon se kjo situatë mund të prek një plagë të vjetër. Jo me patjetër një dramë të madhe, por mund të ketë një ndjesi, kjo po më lodh, ose kjo më lodhi, ose stop, ose mjaft, ose okay, nuk mundem më. Pra, kjo kartë shpesh tregon fundin e një cikli të lodhshëm. 10 shpatat nuk është me patjetër fundi i një marrëdhënieje në familje, por mund të tregojë fundin e një mënyre të vjetër komunikimi. Pra, mund të jetë fundi i diçkaje. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi rrota e fatit, të dashuruarit, hëna dhe 5 kupat. Në dashuri është thelbi i javës për ju. Rrota e fatit nuk vjen rastësisht.
Rrota e fatit është e vrullshme në ndryshimet që ajo sjell, që mund të jenë të mira, mund të jenë dhe jo të mira. Pra, kur rrota e fatit vjen, diçka do të ndryshoj me patjetër. Ka një lëvizje që nuk është plotësisht në kontrollin tuaj. Mund të jetë një rikthim, për disa mund të jetë një kthes në sjelljen e dikujt ose në sjelljen tuaj, mund të jetë një mesazh që ju çorienton, mund të jenë shumë gjëra. Të dashuruarit tregojnë se kjo nuk është thjesht tërheqje, është lidhje me peshë, është ndjesi që kërkon zgjedhje. Ju jeni në një pikë ku nuk mund të qëndroni në mes. Ose thelloheni, ose largoheni. Nuk ka më, nuk e di, të shohim, ndoshta, pra gjëra të kësaj natyre. Hëna e turbullon skenën, ka paqartësi, ka frikë, ka mendime që ju mbajnë zgjuar natën, ka dyshime. Ndoshta personi nuk po ju jep qartësi të plotë, ndoshta ju vetë keni frikë të besoni. Hëna shpesh tregon ankth emocional. Ju mund të imagjinoni skenar, mund të ndiheni sikur diçka nuk është e plotë, edhe nëse nuk keni prova konkrete. Më pas kemi 5 kupat, këtu ka trishtim, mund të jetë një zhgënjim këtë javë, mund të jetë një kujtim zhgënjyes i vjetër, që ju pengon të hapeni plotësisht. Pra duket se ju po shikoni më shumë se çfarë mund të humbni sesa çfarë mund të fitoni. Por ajo që ky kombinim më thot mua është se ndjenja ka që janë të vërteta. Mund të jenë ndjenja të vërteta ndjenjat tuaja ose ndjenjat e personit tuaj, por mungon në mënyrë të theksuar qartësia. Dhe ju këtë javë mund të ndjeni tërheqje të fortë, por edhe frikë po aq të fortë. Mund të ndjeni dëshirë për të ditur të vërtetën, por edhe ankth nga ajo që mund të zbuloni. Vendimi që karroca e tregon dhe paralajmëron në fillim, lidhet ndoshta pikërisht me këtë sferë, me sferën e dashurisë. Pra ju nuk do të pranoni më mjegull, ose do të kërkoni qartësi, ose do të vendosni kufi. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 9 monedhat, 8 kupat, kalorësi i monedhave në të kundërt dhe 3 shpatat. Në punë 9 monedhat, tregon që ju jeni të aftë dhe të qëndrueshëm. Askush nuk mund të vërë në dyshim vlerën tuaj, por 8 kupat tregon lodhje emocionale. Diçka nuk ju mbush më si dikur. Kalorësi i monedhave në të kundërt tregon stagnim, vonesë, ose dikë që nuk po vepron me seriozitetin që ju prisni. Dhe 3 shpatat mund të tregoj një zhgënjim profesional ose ndjesim që nuk jeni vlerësuar siç duhet, por nuk duket si javë për të bërë lëvizje drastike në punë. Është javë për të kuptuar çfarë nuk funksionon dhe për të menduar në mënyrë strategjike. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi Sweetness. Sweetness është ëmbëlsi dhe është shumë e rëndësishme për ju këtë javë, ëmbëlsia, sepse me gjithë këtë tension emocional, ekziston rreziku që të bëheni të ftohtë, të ngurtë, të mbylleni, të ashpërsoheni, të reagoni me krenari. Dhe kjo javë nuk kërkon ashpërsi nga ju, kërkon butësi të kontrolluar, kërkon forcë të qetë, kërkon maturi. Në fund të kësaj jave ju do të ndiheni më të qartë, edhe nëse e vërteta nuk është perfekte, ajo do të jetë e pastër. Paçim.